Po shqeqani, fillimisht më jeni të them që puna e policëve është një punë shumë e vështirë, një punë shumë e vështirësi, një punë që fare pak çmohet nga populli i Kosovës, e mos flasim nga institucionet e Kosovës, mos harrojmë që nëse një punë ka rrezikshmëri është puna e policit dhe policëve, të cilët shërbejnë 24 orë, janë shërbim të popullit të Kosovës, janë shërbim qytetarëve të Kosovës. Dhe mendoj që duhet një trajtim i veçantë për këtë kategori të rëndësishme të vendit. Mendoj që ata kanë shumë vështirësi, sidomos gjatë tyre 4-5 viteve të fundit, e që nuk është dashur t'i kenë. Kam fjalën për çështjen e pajisjeve me çështje logjistike, duke filluar nga uniforma e deri te pajisjet elementare që duhen për punë. Dhe shpesh kemi biseduar, kemi debatuar edhe në studio televizive, edhe në sallën e Kuvendit të Kosovës, edhe në komisione parlamentare. Mendoj që Policia e Kosovës ka kaluar një periudhë mjaft të vështirë për shkak se edhe nga aspekti emocional. Nuk është lehtë për një polic kur flitet në për studio televizive për mungesën e kputësve, e uniformave, për mungesën e fotokopjuesve, për mungesën e pajisjeve, për pjesëve për vetura, dhe gjitha pajisjeve elementare që atyre duhen për punë, dhe pastaj cili është motivi. E kemi një situatë jo të mirë sa i përket mirëqenies tyre, pagave tyre, pagesave të rrezikshmërisë, dhe gjitha atyre kujdestarive që i kanë, e që në fakt duhet të jenë prioritet, me qenë se Policia e Kosovës, uniforma, ushtria e Kosovës nuk duhet varen shumë nga qëndrimet e partive politike, po duhet një trajtim institucional ashtu si ka je. Po fillimisht më them që unë jam i kënaqur fare me asnjë kategori që merr pa nga buxheti i Kosovës, me qenë se kemi një jetë shumë të shtrenjtë, kemi një degradim të situatës ekonomike në vend, e kemi një inflacion shumë të lartë, dhe mendoj që qeveria e Kosovës ka dështuar sa i përket trajtimit të punonjësve të institucioneve të Kosovës, e sidomos kur flasim për policinë dhe ushtrinë, mendoj që pagat janë mjaft e ulta. Puna e policisë është e tillë që kërkon punë të vazhdueshme, jo vetëm gjatë orarit punës, mirë po edhe më shumë, dhe nuk kanë mundësi ata që të merren me ndonjë punësim të dytë apo ndonjë aktivitet tjetër, shpesh herë nuk kanë kohë as për me mbështet familjen me ato punë elementare që i kemi ne si qytetarë. Prandaj mendoj që është koha e fundit që të mendohet seriozisht që të ngriten pagat për të gjithë, po sidomos për uniformën e shenjtë të Policisë Kosovës. Fare pak, mos them fare, për shkak se është diçka tjetër kur ti don buxhet, po është diçka tjetër kur buxheti nuk e harxhon, nuk e shpenzon, nuk e dedikon aty ku duhet. Pra, nëse i shikojmë dokumentet, ligjin për buxhet ka një rritje të buxhetit, mirë, por nëse shikojmë se sa ky buxhet realizohet, atëherë lesh shumë për të dëshiruar. Mendoj që investimi duhet jetë shumë mas pari në trajnimin dhe zhvillimin profesional të policëve, e pastaj edhe për pajisjet e gjitha ato që i dohen për një punë efektive e Policisë të Kosovës. Po jo, mendoj që leadershipi i Policisë Kosovës, menaxhmenti i lartë, duhet të jetë shumë më efektiv në punët që i ka, me qenë se ata kanë buxhetin, drejtori i policisë dhe stafi i tij duhet luftojnë, të kërkojnë vazhdimisht nga ministri, respektivisht nga qeveria buxhet shtesë, dhe pastaj atë buxhet ta trajtojnë si dohet, të zhvillojnë procedurat e prokurimit si dohet dhe me kohë, dhe mos lejojnë që policit të jetë pa uniformë për 4-5 vite. Ne e pam tani që sa duket fatmirësisht është nënshuar një kontratë për uniformën e policisë, mirë po gjendja e tyre ka qenë e mjerueshme dhe duhet kërkuar përgjegjësi të secili individ i cili nuk është gjendje të kryejë detyrat ashtu si duhet.